Selam aleikum. Nëse kam marrë mesët edhe pastaj dathi qerapët, a kam më abdes apo është prish abdesi? Aleikum selam rahmetullah. Ka prej dietarëve që thonë prishet abdesi, ka që thonë nuk prishet abdesi, mundesh me vazhdu më fal. Allahu e di mas miri. Ndoshta nëse ke dyshime kisha me thonë konsideroj veten se s'ki abdes. Pse po them ma mirë me i marrë sebepet sa ma rigoroze dhe serioze në çështjet e ibadeteve, se sa disa lehtësime. Normal, ne edhe feja i preferon lehtësimet, por aty ku argumenti është i prerë, aty ku argumenti nuk është i prerë dhe ulemaja apo dietarët kanë dhënë njëri mendim kështu e tjetër ashtu, atëherë marrim atë që jemi më të kujdesshëm. Edhe pse të them drejtën, unë e kam praktikuar një kohë gjatë pjesën e parë që e kam konsideruar veten se kam abdes. Mirë po, ma mirë po them me gabu e mi marrë sebepet më serioz se sa me gabu e me e neglizhu çështjen e namazit, se s'ka hajgare me namaz.